Jena para zgjedhjeve dhe mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës do të më qenë pak më mirë të informuar çka po votojnë, se unë s'kisha pas se më mashtruan herë, më na quhen herë blokadë. Çitoj komunë. Dhe tash, unë që shpesha, natyrisht e ki leximin ndryshe, unë që shpesha është që kjo është përgatitje për blokadën e re, që shtu jam ka lexoj. Kështu kisha pas se mos më kon. Mirë po, çfarë po thonë është kështu. Kur të njihun e kryeministrin Kurti, ish kryeministri Kurti, i cili në vitin 2021, nëse ju kujtohen premtimet, ka thonë mes tjerash që na ministra me akt akuzë nuk do të kemi në listë. Sot e ki Rozeta Hajdari. Dhe kur e pyet për Rozeta Hajdari gazetari, thotë këtë rana janë. Do me thonë, tash, neve për në thotë Kurti, si kryeministër, ose ish kryeministër, që dy raste që janë ngrit, që akt akuza që janë gjykim, ka dalë pa. Që janë gjykim, për në thotë që qëto dy akt akuza janë ndërtu nga prokuroria bazuar në rana. Dhe pastaj, fjalia pas rance, se pe bëjt është karikatur që për të trama boja, thotë Kosova kur ma mirë së konë. Qësh mund më konë Kosova mirë në një vend ku i ndërtohet njerëzve të pushtetit akt akuza mbi rana. A di që a i bjen kjo? Do më thonë, prokuroria qohet një ditë të ndërton një akt akuzë dhe të qënë bërë. E ti po thuk kjo veni sigur. Që shë veni sigur të kjo? Që shë veni sigur që kjo? Kjo tautologji. Po thonë që to qëndrime e bëjnë Kurtin në sytë e mi si njeri që se ka ndërmen me reformu. E ndronë pak gjuhën me që i duhet elektoralisht. Dakord janë. Po nuk e ka ndërmen me i ndryshu qëndrimet. Për shembull, të shkon kjo për një men një njeri i reformuar komplet, kështohat diçka, unë e mendoj që Rozeta Hajdari është komplet e pafajshme. Mirë po, me që kemi një proces gjyqësor, unë i respektoj gjyqësorin e Republikës Kosovës, prandaj Rozeta Hajdari nuk i shkondesh me qenë listë këtë herë. Po nuk pres. Prandaj që to mendoj se kjo është rëndësishme. Që to nuk e pres. Prandaj Sami Kurteshi nuk mund bo me përfatsu lëvizje me të vendosë se spajtona me gjuhën e ti. Prandaj Alban Krasniqi nuk mund të bo me nejtë KSZ se nuk respektoj gjuhën e ti. A njëve që tha jo tha këto komisioni qa është taj, komisioni disiplinor, tha në lëvizje me të vendosë e merë me këtë punë. Dakord jem, edhe që ashtu të më konë, jo kryetari. Po ti si kryetar, a pajtohesh me gjuhën Alban Krasniqit? Jo. A e ke dërguar komision disiplinor? Si kryetari i partisë? A bon me unë dalë të slogani? Jo, pse? A bon me unë dalë të slogani? Slogani i partisë edhe një. Kjo nuk është ndryshim. Regjia, sloganin dhe vidën. Sloganin edhe vidën. Sloganin edhe vidën. Vidën. Prandaj, apeli gjithë neve është që mos shojnë pa. Albin, mos shope se katë do të kish dhe do të ka së cili unë heqë si shtetit Republikës Kosovës për të coptuar Kosovën dhe për të instaluar Republikën Srpske në Kosovë. Tautologjia në që të dhe njerë tekstin normal, Sultan? Tekstin, i lutëm, regjia. Tekstin që e ka shoqëruar këtë slogan, që ishte Siguri dhe begati, iftojmë qytetarët. Po, gjithashtë, thirrja që qytetarët mos smelshu pe nga kërkesa për begati e siguri. Shëhe, se na kem të udërzu. Na kem të udërzu, të mos lyp, ha dhe të bëhe ma të sigur të ma të poshton, e ma me mirëqenja ma të mirë, edhe tash vetë vendosja pa në bëm thirrje, ju lutëm mos lëshoni pe në këtë aspekt. Më thonë, që ku është esenca tautologjisë me një fjali dhe i kthejmë edhe kësaj. Për shëndetjen më të veçantë, rezultateve të hetimit për ngjarjen e 29 nëntorit vitit 2024, e kam fjalën për hetimet e FBI-s atje, e ka bo pikrisht kryeministri Kurti. Nuk kam dëgjuar ndonjë deklarat nga udhëheqësit e opozitës. Pikrisht rezultatet e hetimit e FBI-s e kanë verifiku qartë se kemi të bëjmë me instruktor ushtarak të Serbisë, pra me një ndërhyrje të pastër të Serbisë në Kosovë. Dhe për këtë për fatkeq nuk kemi reagim as nga Evropa që do duhet ta kishte. Po që kanë ngritur që ajo prokurori.